barazim midis Bylisit dhe Dinamos në ballsh, me Dinamo që tashmë e gjen veten në vendin e 4 në pritje të rezultatit të ndeshjes midis Elbasanit dhe Partizanit, ndërkohë që Bylisi barazohet me Tiranën dhe Vorën në kuotë të barabartë pikësh 31. Jemi në transmetim të drejtë për drejtë me Supergol, jam sërish me Dritan Mehmetin dhe Ditmar Bicaj, në pritje për të lidhur me kolegun Erkan Çutra nga stadiumi Adush Muça i Ballshit për të qenë me trajnerët edhe me lojtarët, i hedhim një sy edhe tabelës së rezultateve. Me sa duke nuk i kemi për momentin, megjithatë kjo është situata, pra Dinamo për momentin mund të gëzoj vendin e 4, ndërkohë që Bylisi, siç e thash edhe para, me një pikë shkon në kuotën e 31 pikëve, ja ku e kemi të plotësuar, tashmë presim vetëm Elbasani Partizani dhe verifikojmë edhe një herë, pra Dinamo gjitet në vendin e 4, me pikë të barabarta me Partizanin. Për momentin, Bylis është në vendin e 9, por me pikë të barabarta me Vorën dhe Tiranën 31. Flasim pak për ndeshjen tani. Atëherë, përsa i përket interpretimit të dyja skuadrave, ishte një 90 minush ashtu siç pritej, ku dominuese në kontrollin e lojës dhe zotrimin e topit ishte Dinamo, rreth në pjesën më të madhe ka qenë 66% me 34%, por në momentet që prishën ekuilibrat, Dinamo kishte edhe mundësi më tepër, por dalja me kartonin e kuq të Gudjabit i baraspeshoi ekuilibrat dhe elementet në fush. Mendoj që siç pritej, Dinamo ka kontrollin, gjersin, shkallëzimin, lojën fluide, por has gjithmonë vështirësi në skuadrat që luajnë me blok të mesëm ose të ulët, sepse nuk e gjen dot ato hapësirat e duhura. Po t'i referohemi, ka goditur 12 herë portën dhe 3 herë në pra edhe cilësia tek goditjet në port, 3 herë ka qenë sakt pra brenda kuadratit dhe 9 herë ka goditur jashtë. Përsa i përket pastaj Bylisit, e interpretoi shumë mirë lojën, edhe pse ju prishën ekuilibrat me dalin kartonit kuq të përndrecës, ishte një skuadër e mirë organizuar me blok të mesëm, por e detyruar shpeshherë me blok të ulët, sepse e detyronte kundërshtare ku impononte me superiorin numerik që kishte vendosur Daja me 2 lojtar ekran para mbrojtjes, me Gudjabin dhe Qardakun, ku vinte edhe Malomu me Vilën dhe i krijonin goxha superioritet numerik në linjat e vertikale të mesit të fushës, dhe shpeshherë ashtu siç besoj e ka përgatitur tekniku Josa të kundër përgjigjej për të shfrytzuar shpejtësinë e Kamaras dhe Koxhi, ku mendoj që një ndeshje të mirë ka interpretuar dhe sulmuesi kryesor në pozicionin e nënsh Pedro, i cili interpretoi shumë mirë. Megjithatë, sipas situatave të lojës, Bylis mendoj duhet ta kishte menaxhuar, sidomos kur ishin me 10 lojtar, duhet ta kishte menaxhuar më mirë rezultatin, sepse mendoj që ishte tregoi edhe pak lodhje fizike, ndoshta edhe për shumë element u detyrua tekniku Josa të zëvendësonte. Po pse lodhje fizike të Bylisit, se po të shohim për shembull Dinamo ka luajtur edhe në mesjavë. Po, shumë e vërtet, por duke u referuar dhe kontingjentit, unë pash që skuadra, sidomos e teknikut Josa, kishte mungesa sidomos në linjat e mesit fushës, ku është detyruar sot që ka një lojtar tipik mbrojtësi djath është përdorur mesushor qendre, pra numër 6, nuk e di arsyen Stoilov për çfarë e ka zëvendësuar, besoj ndoshta ka pasur në dëmtim, sepse ishte nga lojtarët që ruajti ekuilibrat në pjesën e parë, por ndoshta ka kërkuar ndrim ose për efekt dëmtimi, dhe për Gjoni është detyruar edhe ai dal nga loja, dhe ndoshta këtu ka qenë ajo pjesa që nuk ka arritur do të jetë në ekuilibër fizik, jo se skuadra e Bylisit në total nuk ka përgatitjen fizike. Thjesht ashtu siç erdhi loja, u detyrua që të bënte lëvizje në linjat e mesfushës, por duke u referuar dhe kundërshtarit që në linjat e mesfushës ka superioritet numerik, dhe një skuadër si Dinamo që gjatë gjithë kohës ka posedimin e topit, dhe një skuadër që vrapon të bëj presion, lodhja konsumi është më i madh. Sa ndikuan për ndreca tek Bylisi që është një lojtar vërtet shumë i rëndësishëm për të, por edhe Gudjabi tek Dinamo. Ditmar. Do të thënë për ndreca, nëse marrin për ndrecën dhe Gudjabi janë dy anë të kundërta. Pse? Gudjabi është
e treta ndeshje për këtë sezon që merr kartonat e pa kuptim, nuk arri ta kuptoj, nuk arri të kuptoj edhe pse nuk menaxhohet një futbollist i tij që është problematik. Edhe mbi gjitha nuk pëlqen mënyra se si ai reagon te kapiteni i skuadrës ditës në momentin që pam një lloj përplasje. Pam një lloj përplasje dhe jemi sinqert nuk më pëlqeu fare. Pastaj për ndreca është edhe çështje eksperiencë sepse një futbollist është futbollist i ri, ka shumë talent, por mendoj që mund ta kishte evituar. Jo, nuk flas tek kartoni apo menaxhimi i ndërhyrje apo faulleve që bën, se sa tek rëndësia që kanë këta dy lojtarë për të dyja skuadrat, respektivisht. Puna e përndrejtës është edhe çështje eksperiencë, sepse një futbollist me eksperiencë nuk mund ta marrë të karton duke di që ka karton të verdh, nuk mund ta marrë në gjysmë fushë. Pra po sa ndikoi largimi i tij sigurisht që ndikoi sepse po ta shohësh pastaj Bylesin gjatë gjithë kohës ishte në blok të ulët me vonesa loje për të ulur ritmin kundërshtarit pavarësisht se u barazua, por pam një lloj konsumimi shumë të madh fizik, çka u pasqyrua në 10 minutën e fundit ku Dinamo kishte mundësi ta fitonte takimin. Po, shkojmë menjëherë në Ballshku me Erkan Çutrën, tashmë është trajneri i Dinamos Ilir Daja. Përshëndetje profesor. Përshëndetje Jurgen. Daja, e di që jeni shumë i nervozuar, por çfarë ju shqetësoi më tepër, mos arritja e 3 pikëve apo gjendja e arbitrimit, dhe cilat ishin momentet kryesore që ndikuan në këtë përballje? Atëherë le të merren këto që janë kompetent me arbitrimin, se s'do rrit merrem unë. Ajo që më acaroi më shumë ishte që lojtari jon Gudjabi për 5 sekonda merr 2 kartona të verdh në një moment që neve ishim superior, që do të thotë është pabërgjegjshmëri për një lojtar, biles neve ishim duke ndruar nga që mori karton e parë të verdh, e kishim bërë ndrimin gati, po s'po dilte topi jashtë vijave kufizuese. Gjë të cilën nuk duhet ta bëj asnjë lojtar profesionist, sepse neve nga një superioritet numerik me daljen me karton të kuq të lojtarit të përndrecës, neve kishim minuta në dispozicion edhe mundet ta kishim çuar lojën atje ku donim. Gjithsesi, në Ballsh ka qenë gjithmonë e vështirë, sepse edhe po të shikosh rezultatet, në të 4 fazat kemi pasur barazime, kështu që mendoj që reaguam në momentet, po themi që me një reagim të sforcuar. Megjithatë, më vjen tjetër keq sepse me të marrësh një gol nga Uti, nuk e di ka bërë faull kundra ditës apo jo, le ta gjykojnë të tjerët. Nuk kam ndërmend të merrem me arbitrat. Po të marrësh një gol nga Uti me direkt me një lojtar që nuk është edhe me shtat lart, dhe të marrësh ke zona e 5 metrit, kjo është me lojtarët që ne kemi nuk duhet na ndodhi, sepse ka 3-4 ndeshje që me Durrësin që shumë pak aksione na vijnë tek porta jon dhe marrim gola shumë të lehtë. Megjithatë, nga kjo moment pa kënaqësie, mund të them se një lloj kënaqësie minimale e keni me aktivizimin e sulmuesit Metaj 19 vjeçari, i cili vërtet dha një impakt pozitiv. Të falenderoj sepse e kisha në mend ta thoja, por që për momentin sigurisht që me Yri dhe Yri me shumë personalitet, pavarësisht se ishte loja e tij e parë, edhe ne kemi besim tek lojtari, prandaj edhe në një ndeshje të vështirë e hodhëm që të na shërbente, dhe për aq kohë sa luajti ishte një pikë goxha e mirë për neve në sulm. Kështu që edhe kjo ishte një gjë pozitive, dhe të falenderoj që më e vut në dukje. Studio. Po, filloj me drita Mehmetin. Përshëndetje profesor, ju e theksuat dhe vetë që po të shikosh edhe statistikave, se i kam parë me qetësi rreth në pjesën më të madhe kur ishit në ekuilibrit keni qenë edhe 68% me 32 në zotrim topi, një vendosje shumë e mirë ku drejtkëndshi me Qardakun, Gudjabin, Vilën dhe Malomën krijove superioritet numerik, konfiguracioni skuadrës, fazën përmbyllëse të aksionit pothuajse ishte perfekt me 4 lojtarë në zonën e kuqe, 3+1 edhe 1 ke topi kthyer dhe 1 krosim. Sulmuesi kryesor të kapte pak hapësirat dhe tek pasi fundit, kjo është pyetja e parë, sepse ke bërë 12 goditje në port dhe 3 ke brenda kuadratit. Ndoshta edhe nxitimi
Atëherë për sulmuesin e parë, edhe tani me mbarimin e lojës bisedova që duhet kishte bërë më shumë në këtë ndeshje, sepse ashtu siç e konstatove dhe ti, neve shkuam tek zona e golit, edhe tek zona e golit qendërsulmuesi është lojtari i parë që duhet shfaqet përpara portës, sigurisht jo i vetëm, sepse i vetëm edhe ai nuk ka ç'të bëj, por kishte edhe mbështetjen edhe qoftë Vilës, qoftë Malomos, edhe Çardagut që vinte nga poshtë. Sigurisht që mund kishte bërë diçka më shumë, por që mendoj që akoma nuk është përshtatur me ato që kërkojmë neve, sepse është lojtar që është aktivizuar, por që ka ardhur nga konkretisht nga Ballçi, nga Bylësi, dhe si duket akoma nuk ka dhe gjendjen e më të mirë të tjerë, sepse me një qendërsulmues ndoshta lojtar goli mundet që ato raste mundet që të kishin një eficiencë tjetër. Për sa i përket pyetjes dytë, shumë pak raste përsor sepse e dominove në të gjitha situatat. Mendoj të mungoj pak kundër presingu dhe kohët e presionit të numrit 6, pikërisht Gudiabi, në 2-3 momente që kishte tradicion pozitiv skuadra e Bylisit. Edhe linjat anësore ishe inferior në fazën defensive me 3-2-4-1 që përdore sot ose 3-4-2-1. Pak ishe edhe inferior fazën defensive linjat anësore. Kishim këtë lloj problemi sepse dihet që Bregu është goleshunuesi jonë edhe nuk ishte në lojë. Guindo është lojtar që mundet ta përdorim qoftë si startues, qoftë edhe për t'i dhënë pak më shumë thellësi sulmit, që edhe atë nuk e kishim sot, edhe mungesa e Bernard Berishës dhe mungesa e Qefalis janë gjithë lojtarë që këto që përmenda tret parët janë sulmues, dhe njëri nga këto është goleshunuesi jonë Devi Bregu, dhe Qefalia është një lojtar që shkon mirë qoftë në mënyrë individuale, po qoftë edhe me pas për të ftuar sulmuesit. Kështu që ju e pat që sot edhe Jamesin që e përdorëm një pjesë të mirë mbrojtës krau, që është sulmues. Mendoj që me lojtarët që kishin dispozicion kemi bërë mirë, por që kur e barazon ndeshjen, se nuk e kemi humbur, me një gol të tillë sigurisht që vjen keq më shumë për atë çfarë bën në fazën e mbrojtjes sa për atë që edhe unë mendoj që skuadra psoi pak, mësoj pak mënyrën se si e psoi golin, ndoshta reaguar me vonesë nga ajo goditje që morën psikologjike, pastaj u futën në ritëm. Po, është gati e dyta e treta neshe që marrim tillë gol që nuk na lejohet me eksperiencën që kemi, me kualitetin që kemi në mbrojtje, të drejtën nuk na lejohet, sepse janë gola goxha të lehtë. Gjithsesi, futbolli ky është sport gabimesh, do shohim, do vazhdojmë të luftojmë deri në fund fare që të marrim më të mirën e mundshme nga ky kampionat. Ditmar Bicaj. Përshëndetje profesor. Në gjykimin tim mendoj që keni bërë një takim jashtëzakonisht shumë të mirë. Dhe pyetja ime është, duke pa që keni dy futbollistë si Meksi dhe Ismaili, pse ishte zgjidhja ditës, më thënë në krahun e djathtë? Me sa duket nuk e kemi për momentin, do të presim vetëm pak për të rilidhur edhe një herë me Ballçin, edhe për të qenë me pyetjen e Ditmarit dhe përgjigjen e profesor Dajës, po duke i nervozizmi ndaj Gudiabit, sepse faktu nuk doja ta ngacmoja për t'i përmendur, pra e diskutuam edhe në studio, pikërisht një lloj papërgjegjshmërie e një lojtari që aq më tepër kur je duke ndruar edhe të lë ekipin me 10 lojtarë. Është natyra e tij, është lojtar që nuk bën atë diferencën, këto janë edhe çështje të personalitetit të vetë lojtarit, duhet dish të menaxhosh emocionet, kur ti ndjesh në presion, dhe kjo është ajo hapi, sepse ka cilësi shumë mira, por për sa i përket mënyrës se si e menaxhon Gudiabi, unë e kam prekur nga afër, është një djalë shumë pozitiv, por në ndeshje tjetërsohet. Për se faret edhe nga karakteri që ka lojtari, se mund të jetë shumë cilësor. Kjo e pengon që ai të arrijë ato cilësitë e veta dhe
Kthehemi dhe njerë në Ballsh, ecim me pyetjen e Ditmarit, profesor. Profesor, përshëndetje edhe një herë. Komplimenta për takimin, ishte takimi i kontrolluar nga ana juaj nga minuta e parë deri në fund dhe mendoj që sot keni lënë 2 pikë. Pyetja ime e parë është, duke parë që keni 2 futbollista si Ismaili dhe Meksi, domethënë para takimit kur pa që dita ishte në krahun e djathtë, ishte pak surprizuese, por pastaj rezultoi që zgjedhja ju ishte e duhur. Pse kjo zgjedhje në këtë takim? Atëherë, me qenë se s'kemi më ndeshje me Ballshin këtë kampionat, po ta them, dita nuk ka qenë mbrojtësi djathtë, ka qenë vetëm minutët e para të lojës. Dita ka qenë stoper nga e djata, sepse sot në Ballsh, duke pasur edhe mungesat që kishim, duke parë edhe mënyrën se si ka luajtur Ballshi, duke ditur edhe që Ballshi në mesjavë nuk ishte ndeshje për kup, pra vinte me një rifreskim të forcave nga ndeshja me Egnatian. Menduam që të marrin gjërsinë me Nanin edhe me Nezirin, pra ne sot kemi luajtur përveç nuk e ndaj dot sepse i them lojtarëve do startonin në këtë formë dhe jemi mbrojtur me ditën nga e djathta, por në të gjitha aksionet ndërtuese pastaj kemi qenë me 3 stopera dhe kemi qenë me Nanin 3-4-1-2, me Nanin me Nezirin që merrshin gjërsinë dhe Gudjabin bashkë me Qardakun 2 ekranet e qendrat e mezit fushës. Malomo ishte si trekuartist apo mbas 2 sulmuesve dhe Vila bashkë me Mustafan ishin 2 sulmuesët tonë. Këtë e bëm që edhe të përdorim lojtarët që kemi më në eficiencë për shkak të mungesave që kemi, por edhe për shkak të specifikës që ka fusha e Ballshit dhe fusha e Ballshit është më e gjerë se sa fushat e tjera që paka shumë janë ke standardi 6-8. Profesor, edhe një pyetje të shkurtër, sa keq të vjen që asnjëherë nuk e ke kontingjentin të plot? Pra, ndoshta për shkak kartonash, ndoshta për shkak dëmtimesh, por asnjëherë nuk e ke patur të plot edhe ndoshta për të shprehur edhe idet e tua deri në ekstrem. Sa keq të vjen për këtë? Sigurisht që të vjen keq, por ka 2 anë medalje, sepse në momentin që nuk ke lojtar si Qefalia, që tash këtë po ta them që më ngacmove, nuk luan prej 1 muaj gjysmë për shkak të një ndërhyrje në një ndeshje që ka dëmtuar edhe kockën dhe ka filluar vetëm dje vrapimet me kështu i diferencuar. Ka anën tjetër pozitive, sigurisht që nëse ke lojtarët e mirë mund bësh edhe t'jesh edhe fleksibël, qoftë në manovër, qoftë në ndryshimin edhe të lojtarëve në një minutazh më të shpejt, në mënyrë sepse kampionati dhe kupa janë të ngjeshura. Por ka anën e tjetër të mirë sepse në momente të caktuara që ke një kontingjent limituar, ndoshta i jep më shumë hapësirë edhe lojtarëve të rinj, siç ishte sot rasti i Devi Metës që besoj që bëri mirë, apo siç është Jamesi edhe Koma, janë njëri është 19 vjeç, tjetri është 20 vjeç, që do thotë mundet që këto lojtarë ndoshta në një të afërm të shpejt mundet na shërbejnë me cilësitë që kanë. Të jep mundësinë të jesh edhe pak më kreativ në një farë mënyre. Mirë, profesor, të falenderoj shumë edhe shumë suksese në vazhdim. Ishim me trajnerin e Dinamos Ilir Daje, cili na shpjegoi pak a shumë çfarë ka ndodhur në këtë 90 minutash. Do të jemi menjëherë në Ballsh tashmë me trajnerin e Bylisit, Mirel Josën, që ka parë në një farë mënyre, kam përshtypjen duhet jetë goxha i mërzitur për humbjen e 3 pikëve në një farë mënyre, sepse për shumë minuta ishte duke kryesuar edhe me pak më shumë ndoshta kujdes, mund të kishte mbajtur dhe do ishin 3 pikë me shumë vlerë. Me shumë vlerë, po pikërisht edhe në momentit kjo e ashton vështirësinë dhe mërzitjen teknikut, sepse ka pësuar golin jo kur ishin 10-11, por kur ishin 10-10. Dhe kjo ja rrit edhe pak më tepër mërzit dhe është më se e kuptueshme, sepse të merrte këto
plus 2 pikë sot do ishte diçka që do t'jepte jo vetëm qetësinë për sa i përket tabelës, por edhe në aspektin mental, dhe se janë ndeshje që t'japin edhe forcën mentale, pra psikologjike, se të fitosh kundrejt Dinamos në këtë moment, t'jep forcë për vazhdimin dhe për sigurinë e objektivit që ka Bylis. Gjithsesi Bylesi është dobësuar në fazën e dytë të sezonit, apo jo, sepse ka larguar po thuaj se ka larguar 5-6 lojtar titular, edhe shkalla vështirësisë është shumë e madhe që ti zëvendësosh të përshtaten me skuadrën dhe mendoj që ka bërë goxha mirë. Pikërisht, edhe kjo është vlerë për Josin, që e kemi tashmë në mikrofonin e Erkan Çudrës. Përshëndetje profesor. Përshëndetje. Atëre, Josa dje që do të ishte një ndeshje delikate dhe ashtu rezultoi, por në momentin e golit, ajo të re që ishte natyrale apo pjesë e skemës suaj? Po jo, të dyja skuadrat ishin me që dole ke momenti i golit, ishin barazpesh numerike, Dinamo po shtyn të më tepër. Ne thjesht, nëse keni parasysh momentin e golit, nga momenti që duhet dinim sulmi i top shumë thjesht me Sandeu, me sulmusin ton, i cili e bëri mirë punën deri me një farë mase në atë moment, duhet pasonte një pas shumë thjesht në krahët majt, dhe aty humbim topin, nga momenti i humbjes topit, vjen Dinamo organizohet, e cila me të drejtën krijoi lojë. Na vuri disa momente në vështirësi, por ne ishim të qartë sidomos në qendër të mbrojtjes, sepse problemi nuk erdhi nga qendra, erdhi nga 2 kundra 2 në krah, që ishim hajm murin aty dhe del lojtari i Dinamos dhe shënon. Por po ta kapim lojën nga fillimi deri në fund, ne duhet ishim shumë të thjesht, sidomos kur thynim sulmet e Dinamos, e cila po sulmonte mballë gjerë. Dhe duhet kishim me qartësi, sidomos nga sulmuesit dhe nga mesfushorët. Studio. Po, ecim me Dritan Mehmetin fillimisht. Përshëndetje profesor, ju e theksuat dhe vetë dhe sipas interpretimit përgatitja e ndeshjes kundrejt një skuadre si që është Dinamo, që ka cilësi mjaft mëdha teknike, normalisht që ju e theksuat që sidomos ke rinisjet, skuadra vonoi pak me mbështetjen e mesfushorëve, kur sa po merrni topin. Por Stoilov ishte arsye për dëmtim apo ndryshim taktik profesor, sepse normalisht shumë mirë ishin linjat e qendrës, më dëgjon, por në anë të fort markimit mbas shpinës së mbrojtësave. Po, edhe një herë profesor. Stoilov ishte arsye taktike apo dëmtim, sepse për mua ishte lojtari që po t'jepte gjatë gjithë kohës pjesën e Deri këtu jemi në rregull. Deri këtu të dëgjojmë mirë. Po, edhe pra, ishte zgjedhje taktike Stoilov zëvendësimi apo arsye dëmtimi, sepse për mendimin tim ishte lojtari që të ruajti gjatë gjithë kohës ekuilibrat, dublonte mbrapa shpinën e 2 mbrojtësave ansor. Dhe unë e para punës një Stoilov që luan në atë mënyrë futbollin, unë nuk e ndroj kurrë nëse lojtari nuk e kërkon vetë. E kërkoi vetë se kishte një kontraktim në bicepsin e djathtë. Po prap, këtu e kisha iden profesor, sepse të humbe shumë. Po, ishe i detyruar dhe ke vuajtur shumë në linjat e mesfushës. Që po na mante në ekuilibrin mes. Pa tjetër, dhe unë këtë theksova dhe merdi shumë keq, sepse ishte lojtari që po t'jepte ekuilibra dhe rinisjet i kishte shumë të mira. Dhe vuajte shumë, u detyrove të improvizoje para mbrojtjes, ktheve mbrojtësin e djathtë 6 Kanen, duke ju referu që Dinamo armën e forte ka në linjat e qendrës ku krijon superioritet numerik. Natyra e Kanes si natyrë, si rol të parë ka si mesfushor qendër. Ne kishim improvizuar për faktin e krave, duke pas parasysh që futëm Kanen në krah djathtë të mbrojtjes, e kemi bërë dhe tjetër dhe nxorëm përpara Kamaran.
Kështu që mendimi im është që aty dhe pastaj humbëm pak me një lojtar me Përndrecën, i cili u dënu me kartonin e kuq, që u detyruam që të sjellim edhe në krah të djathtë poshtë me 4-4-1, të sjellim Rabion. Kështu që megjithatë, për mendimin tim për pozicionin mbrojtës në rastin e golit do të kishim shumë më tepër kujdes. Pyetje tjetër? Qoftë mbështetja dy mesfushorëve të qendrës, Kanes dhe Davidit, qoftë dalja e topit nga krahu, që ishin 2-2 me një mur shumë të thjeshtë Dinamo në kalojnë e përsi në krah. Okej. Ditmar Bicaj. Përshëndetje, profesor. Sepse këto... Po, përshëndetje. Përshëndetje. Mbas daljes me karton të kuq të Gudjabit, ku barazuan dhe forcat mes Jush dhe Dinamos, a mendon që duhet ta kishit goditur Dinamo sidomos në tranzicionet, sepse më shumë e pash ekipin që po mendon të mbrojë, edhe pse ishte me forcat barabarta? Të dyja skuadrat dorën me të njëjtin sistem loje. Thash dhe njëherë tjetër, nëse keni parasysh golin që ne psum, sepse normalisht Dinamo po sulmonte, ne me Sandeo ne fitun topin në qendër, dhe në vend që të kishim një rinisje të mirë në krahun e Mike Tonit, me Petron, me Portugezin, ne bëjmë një pasim shumë thjesht gabim. Aty e fiton topin Dinamo dhe reaksioni nga krahu i djathtë, nga krahu i Mike i Jonin u zhvilluan krahun e Mike Dinamos. Sa keq të vjen për këto 2 pikë të humbura? Tashmë jeni në pikë të barabarta me Vorën edhe me Tiranën, 31, por për momentin mbani vendin e 9. Normal që na vjen keq, në momentin që shkon loja në atë formë deri minutën fiks deri minutën e 85 apo jo, kaq ishte. Po, minuta 83. Shkon loja në të nëse minutën 83, s'ka rëndësi, të vjen keq, sepse që të rush një rezultat nuk duhet vetëm të qëndrosh mbrapa, por duhet të kesh edhe ta tensionosh kundërshtarin me sulmet e tuaja ose me rinisjet e tuaja që bën. Gjë që ne nuk e bëm mirë. Okej. Mirë, profesor, të falenderoj, shumë suksese në vazhdim në ndeshjet e tjera. Dhe unë ju falenderoj. Do të kthehemi dhe njëherë tjetër në Ballsh, sepse do të jemi tashmë me lojtarin e ndeshjes, që nga Drejtoria Teknike e Federatës Shqiptare të Futbollit është përzgjedhur pikërisht mbrojtësi i Bylisit Aurel Marku, që në fakt ka bërë një ndeshje shumë të mirë sot tani. Po, dhe ka një rritje progresive, jo vetëm sot, por është kthyer në liderin e mbrojtjes së skuadrës së Bylis, ku për të qenë sinqert edhe sidomos sinkronizimi me Dimov i ka dhënë eksperiencën e duhur dhe Aureli ka rritur performancën e tij jo vetëm në aspektin defensiv, po ka edhe rritje në performancë sidomos në organizimin e manovrës sulmuese, si me pasin vertikal, që aplikon jo vetëm me diagonalet e shkurtra, por edhe me topin zotrim, pra kur sulmon hapësirën me topin zotrim. Mirë, shpresoj që ti ke dëgjuar Aureli këto fjalë të mira në adresë të tij, e përshëndesim edhe urime për këtë trofe. Faleminderit. Atëherë Marko, një tjetër paraqitje e kënaqshme nga ana juaj, por sa do të ishit i gatshëm që këtë trofe ta dorëzonit për 3 pikë. I mërzitëm me thënë drejtën, përsi shpërloja, Dinamo në rrezikoi vetëm tek rasti i golit, përveç se çarkullimi topin brava, por në këtë fazë kampionatit e rëndësishme është çdo pikë. Studio. Po, Dritan Mehmeti. Përshëndetje Aurel, edhe është kënaqësi që të rishikoj të fitosh trofeun e lojtarit ndeshjes, por edhe për pikën, mendoj që ishte një pikë më se merituar, mund të kishit marrë dhe më tepër. Atëherë, përpos gjitha rritjes progresive të formës, personalitetit, kapiteni Bylisit në këtë moshë të re,
dua që ti të shkosh më tej, sidomos në ndërhyrjet që ke në fazën, sidomos 1-1 kur është i diskutueshëm topi, ke mundësi që edhe ta marrësh topin me marrje të orientuar, mos ta largosh topin se i ke cilësit. Ta përmirësosh edhe këtë, përpos gjithë gjërave të mira që ke bërë. Të me dhe kishe një sugjerim, nuk kishe pyetje? Po, patjetër. Di. Atëherë me që është kapiten, po i bëj dhe një sa besim keni se do rini në Super League. Do ta përmirësoj. Atëherë sa besim ke brenda grupit, se ti e shikon, që doja arrini objektivit. Po, normal. Brenda grupit jemi gjithë për normalisht për të hymë çdo ndeshje për të fituar, pasi kemi edhe 5 ndeshje dhe janë 5 finale për ne. Hymë për çdo ndeshje për 3 pike. Ditmar Bicaj. Përshëndetje Aurel. Shpresoj që komplimenta për takimin e sotëm, komplimenta sepse përveç shëritit kapitenit ke qenë edhe një lider i vërtet edhe unë të uroj shumë suksese. Sa i rëndësishëm është bashkëpunimi me Dimov në qendër të mbrojtjes, sepse pavarësisht se shikoj dy kombësi, pra ti shqiptar ai bullgar, po shikoj që keni një bashkëpunim të mrekullueshëm njëri tjetrin. Normalisht pasi është lojtar me shumë eksperiencë, ndihmon, flet gjatë së lidhjes, por edhe gjatë ndeshjeve dhe kam disi më të lehtë me Dino. Aurel, performanca jote ka rënë në sy fazën mbrojtëse. Dhe jam kurioze të di për ndoshta për Sirena, për t'u larguar nga Bylesi, apo do më japësh atë përgjigjen e zakonshme tani për momentin mendoj vetëm për Bylesin. E rëndësishme është që mbijetojmë dhe tjerat janë plan dytë për momentin. Por të shohim në verë, nuk i dje. Por fokusi im është 100% për Bylesi që të shpëtoj sezonin. E dia dhe përgjigjen. Gjithsesi, Aurel, edhe njerë shumë urime për performancën edhe për trofeun, edhe sa më shumë performancat të mira personale, por edhe suksese skuadrës. Mire, mbyllim me lidhjet e drejt për drejta, përshëndes edhe kolegun Erkan Çutra, që ishte me intervistat, por edhe në komentin e kësaj ndeshje që e keni ndjekur drejt për drejt në RTS Sport, prej orës 16, dhe i qëndrojmë tashmë tek ndeshja e fundit, tek akti i fundit i javës së 31, ajo midis Elbasanit dhe Partizanit. Pa të mundësi ta prekim pak, në fakt do doja që të thoja pak edhe për reklamimet që kishte profesor Daja në lidhje me arbitrimin, por me Klajdi Kolën do t'jemi në pjesën e fundit të programit për të parë rastet e diskutueshme. Ndërkohë qëndrojmë e lëm pas këtë ndeshje për qëndruar tek Elbasani Partizani, sepse vetëm pas 29 minutash do të startoj kjo super sfid e javës 31 drejt për drejt në Elbasan Arena, dhe përpara se të shkojmë tek Kristo Thomaj, që do t'jetë ja ku jemi me pamje të drejt për drejta. 18 gradë Celsius është një klim apo një temperaturë perfekte për të luajtur futboll, por derisa t'jemi me Kristo Thoma, qëndrojmë pak tek kjo sit pak më gjatë. Mendoj që është kryendeshja e kësaj jave dhe për vetë faktin që na kanë dhuruar spektakël sidomos në kupë të dyja skuadrat, Partizani vjen mbas një humbje që do t'i duhet sot të djersisë shumë dhe duhet patjetër që edhe ndalimi i Dinamos e motivon më tepër që ajo të dali me 3 pikët, sepse edhe vetë Elbasani vjen nga 2 humbje, kështu që edhe ata do të kërkojnë gjatë gjithë kohës për të marrë maksimumin dhe pikët në këtë moment të kampionatit janë jetike. Ndoshta po t'i referohemi dhe shumë teknik ka ndryshuar edhe përsa i përket filozofive dhe po mundohen që t'jenë në ekuilibër dhe shumë teknik po mundohen t'jenë racional dhe po futen lojë që mos të humbin. Por, sidomos kjo ndeshje besoj se do të ketë përsëri spektakël. Gjithsesi, kjo që the është në kundërshtim me atë që deklaruan të 2 trajnerët përpara një ditë para, pra që të 2 deklaruan që futemi për të fituar. Patjetër, ajo është një motivim që bëjnë mos ta humbim. Trajnerët është edhe një filozofi të cilët duan të motivojnë dhe vetë elemente e ekipit, por strategjia pastaj se si do të interpretohet loja, atëherë do ta shikojmë se si do të jenë ekuilibrat në fushë.
Gjithë duket sikur është një përballje, po themi aty, të paktën për ato që kanë treguar të paktën javët e fundit në fushën e lojës, vinë të dyja skuadrat pas një humbje. Elbasanin e shikoj më të avantazhuar. Më të avantazhuar sepse është në fushën e vet apo sepse? Është fushën e vet, e ka larguar nga Kupa Partizani me atë fitore që bëri në Tiranë, dhe shikoj nga ana psikologjike më të avantazhuar. Plus që luan përballë publikut të tij dhe mendoj që do kërkoj fitoren sot. Kështu që mendoj që Elbasani do futet që Jo, i referohesha më shumë një humbje ndaj Dinamos me 4 gola që jemi mësuar që Elbasani edhe kur kjo është një ndër takimet humbet me një gol diferent, nuk është ose 2. Po të marrësh 10 takimet e fundit të Elbasanit kanë qenë jashtëzakonisht shumë pozitive. Largo takimin me Dinamon, që përballë një Dinamo që kishte për 2026 vetëm një fitore. Ndonjëherë futbolli sjell edhe të papritur. Dhe të kompensojnë gjithë atë që ke munguar gjatë gjithë javëve dhe të sjell në një ndeshje të tërë. Nuk e di nëse Kristo e shoh në ekran, po nuk e di nëse është gati për ta përshëndetur. Qen ka gati. Duke komentuar këtë ndeshje vërtet shumë të bukur, që shpresojmë që ta justifikoj edhe në fushën e lojës atë që ne mendojmë në letër. Atëre, komentojmë fillimisht formacionin e Elbasanit. Ku normalisht pjesa e mbrojtjes, Arsen Kasa tashmë
ka ndeshje që luan në pozicionin e qendërmbrojtje, improvizuar aty, megjithatë është munduar që të jetë sinkron, por sot është edhe një ndihmë e madhe që rikthehet edhe Musta, i cili do të japi shumë mundësi dhe ekuilibër, sidomos Musa ishte edhe në kup. Patjetër, ishte edhe në kup, por është ai lojtari që do ta ndihmojë Kasën që të jetë edhe në ekuilibër. Lila dihet tashmë në pozicionin e tij. Arma e fortë e skuadrës së Gazdanovic është Manellari Abbas, që janë lojtarët ekran parambrojtës, pra dy lojtarët që gjatë gjithë kohës jo vetëm ruajnë ekuilibrat në fazën defensive, po janë dhe lojtarë që janë hibrid, pra lojtarë që luajnë box to box në rastin konkret që sidomos Manellari është lojtar që ditë përdoret shumë mirë në gjysmë hapësirat, sulmon mirë hapësirat e mesfushës kundërshtarit. Mendoj Boje mund të jetë si lojtar 10 mbas Zegomesh dhe Lukili do të jetë. Po Lukilin e kemi parë gjithmonë në krah. Pikërisht Lukili është pozicionimi i tij në linjën e majt, por Lukili mund ta bëj shumë mirë dhe numrin 10, por në rastin konkret Boje është ai që do të jetë mbas Zegomesh. Lajthia tashmë dihet dhe i konfirmuar është bërë dhe pikë referimi, por sidomos Lukili është ai lojtari që ditë të menaxhoj shumë mirë situatat dhe ditë të japi pasin e fundit, dhe rotacionet që mund bëj me Manellarin, Boje dhe Lukili do t'ja vështirësojnë shumë punën, sidomos në gjysmë hapësirat e krahut të djathtë të Partizanit, sepse Lukili jo vetëm që ka shikim periferik në pasin e fundit, po është edhe një triblues shumë i mirë. Dhe Lajthia nga linja tjetër e djathtë do të ketë shumë vështirësi për sa i përket zonës 1/3 mbrojtjes saj Partizani, po t'i referohemi edhe lëvizjet diagonale që bën Lajthia dhe ka qenë edhe shumë rezultativ për sa i përket edhe realizimit të golave. Zegomesh është rikthyer ai lojtari i pikë referimi, edhe pse s'ka arritur të shënojë, por është një lojtar që patjetër filozofia e teknikut Gazdanovic me një tipik nënç siç është Zegomesh është pikë referimi për të luajtur dhe sulmet direkte me Gomes që shkarkon pasin për Manellarin dhe Abbas. Ditmar, çfarë ka për të shtuar? Jo. Ose ndonjë mendim ndryshe, po themi për këtë përgjithësi, se nuk është se kemi ndryshime. Jo, nuk ka ndryshime, domethënë thjesht në mungesë të Janacek edhe Lulejt, përveç Totoshit, domethënë risi shikoj që po i beson përsëri Kasës. Po pra, t'ja bëju një pyetje. Pse nuk preferohet Olberkis për shembull aty? Normalisht për sa i përket Olberkis, ndoshta shpesh herë, po t'i referohemi ndeshje kur sinkronizimi mes Azemovic dhe Olberkis, mendoj që nuk ka qenë ai duri, se po t'i referohemi ndeshje. Takimi në Kupës ishte dyshe që shkoi mirë. Patjetër, prandaj them që e prisja të takim të ishte ndoshta edhe masat se si e ka menduar tekniku Gazdanovic për sa i përket edhe interpretimit dhe kundërshtarit që ka përballë, sepse po t'i referohemi shumë i shpejt Sidibe që bën lëvizje diagonale dhe Azemovic në lojën situatën, Kasa është lojtar që në situatën 1-1 ka më shumë besim ndoshta tekniku për të mbyllur diagonalen e Sidibes kur vjen nga qendra, sepse Olberkis në situatat 1-1 kur lojtarët janë sulmuesit shumë të shpejt dhe teknik, ka hasur shumë vështirësi për sa i përket kundërshtarëve dhe ndoshta është edhe përzgjedhje taktike për t'ju kundërpërgjigjur kundërshtarit. Ka vend për diskutim sepse të marrësh katër gola me Dinamo. Mendoj që diçka nuk shkoi në takimin e Kupës, dysha qendrës personalisht nuk ka pëlqyer shumë dhe sot e prisja që të ishte së bashku me Azemovic, por është zgjedhje teknikut Gazdanovic. Kasa nuk është më të mirë, nuk e më të mirë në ti, pavarësisht se ka eksperiencë, lexon shumë situata gjatë lojës, po dhe vetë Kasa nuk besoj se e më të mirë në... I kemi parë dhe të dy Kasat aty, Po, kemi... Ka qenë detyruar tekniku. Me duket i çike sforcuar, Megjithatë do të shohim sa të drejtë i jep kjo përzgjedhje, vetëm prej orës 19, edhe shkojmë tek Partizani për të parë të përzgjedhurit, sepse ka mungesa. Kemi Buxhelaj në anën e majt, duke qenë se Atanaskovski ka plotësuar numrin e kartonave, dhe në anën e djathtë për shkak të dëmtimit të Martinez, edhe i është dashur edhe të operohet, do të aktivizohet Janjeva.
Se mbene dy që janë në qendër të mbrojtjes, kemi Çakën që nga minuta e parë, këtë herë në mesfush, nuk shoh Dumbia, që është një lojtar shumë i rëndësishëm për Partizanit, dhe Toma është ai që është përzgjedhur në ndoshta me Contreras, që është si. Në ndryshim nga Vllaznia ka rikthyer, i ka besuar përsëri Muratajt. Edhe Murat, po. Po ashtu edhe Çakës. Pra, nuk është Dumbia dhe Ismaili që jemi mësuar të... Ka bërë një rotacion të logjikshëm. Rotacion? Po mendoj që rotacion, sepse po ta marrësh ndeshje me Vllaznin, kishe zgjedh Ismailin. Po, dhe nuk u shpreh keq Partizani në ndeshje me Vllaznin. Ai ishte një takim që Partizani nuk meritonte të humbisë, megjithatë ne kemi theksuar ndonjë futbolli të godet në ca situata që nuk i pret. Ishte takim që po shkonte drejt barazimit, por shikoj edhe rikthimin e Tomës, një futbollist që ushtron shumë presion tek dy qendrat e mbrojtjes, dhe mendoj që me këtë formacion tekniku Kërnaja... Por edhe është një ndihmës në mbrojtje Toma. Po është futbollist që bën shumë metra. Po, vrapon shumë. Tani? Po, mendoj, duke u referuar dhe linjës së mbrojtjes, Janjeva e ka interpretuar atë pozicion, edhe pse nuk është pozicioni i tij natyral, nuk e di për Kolën, është zgjedhje e teknikut, sepse janë disa përzgjedhje që ka pikërisht, është Kola, në anën e djathtë, është Ismaili që mungon, është Dumbia që mungon. Por, i referohem ndoshta tekniku ka bërë jo rotacion thjesht sepse ngarkesat apo sepse ka pas mikrocikël javor të rregullt, ka luajtur çdo 7 ditë. Por mendoj ka ndryshuar strategjinë e tij duke ju referuar Janevës Bytyçit, do të jetë Janeva mbrojtësi djathtë po me mbështetje dhe jo shumë pjesëmarrës në lojën ofensive. Do t'i japi shumë më tepër lojë ofensive duke ju referuar Buxhelajt që ka cilësi mjaft mira teknike, del shumë mirë me mbi pozicion dhe duke pasur një ekuilibër me Muratajn dhe Çakën, të dy lojtar paratreshës Sembene Bytyçi Janjeva, duke hapur në gjerësi si di ben dhe duke përdorur Tomën, lojtarin pikë referimi, për të futur Humën në gjysmë hapësirat, sepse është një lojtar me të vërtet që ditë kapi hapësirat, vendoset shumë mirë në hapësirë në kohë, dhe Sidi Beja, duke luajtur në gjerësi, me cilësitë e Skandalit, do të jenë ata lojtarët që të kapin mbrapa shpinën e mbrojtjes Elbasanit. Nuk përmendem Murataj dhe Çaka. Se janë këta dy të përzgjedhurin në krahasim me Dumbia, që dihet cilësitë e tij edhe rëndësinë që ka për Partizanin, dhe Ismailin. Ndoshta strategjia e teknikut mund të jetë më shumë në ekuilibër, duke i dhënë më shumë eksperiencë me Çakën para mbrojtjes. Murataj është një lojtar box to box, pra është lojtar që gjatë gjithë kohës ka... Për ta thënë jo në gjuhën teknike? Jo në gjuhën teknike, pra vrapon nga 16-vjeçja e mbrojtjes, pra nga 16 metrash i mbrojtjes së Partizanit, vrapon dhe mbështet shumë mirë deri në 16-vjeçën e kundërshtarit, kur luan shumë mirë në topat e dytë, luan edhe sidomos për shikimin periferik që ka, pra organizimin e manovrës sulmuese, dhe Çaka është ai lojtari që do të ruajë ekuilibrat, duke i dhënë shumë hapësira Humën, dhe mendoj që tekniku këtë vendosje dhe ndryshimet që ju më pyetët për Dumbian dhe Ismailit, ndoshta do të ta presi të japi pak e përsi territoriale Elbasanit, dhe të kundër përgjigjet me Sidi Ben dhe futjen me linjën e dytë siç është Humën për të rrequr Tomën dhe për të kapur në tranzicionet pozitive. Për të thua me Murataj dhe Çakën do pak më shumë eksperiencë aty në eksperiencë dhe ekuilibër në fazën sepse i referohet Elbasanit ku ka një tranzicion shumë mirë, shumë të shpejt, dhe ai do të jetë në ekuilibër gjatë gjithë kohës me Muratajn dhe Çakën që mos t'i marrin mes fushën para mbrojtjes. Sepse topin e dytë që kthehet gjithmonë nga Cake e merr si Boje, Lukili dhe rinisin o Lajthin ose dalin me mbi vendosje me Musën, dhe kjo është arsyeja besoj e teknikut Kërnaja. Ditmar? Unë mendoj ndryshe. Unë mendoj që me Muratajn edhe Çakën mendoj që do jetë Partizani ultra ofensiv. Ultra ofensiv. Duke parë edhe vendosin që ka bërë Kërnaja, me enkuadrimin që nga minuta e parë dhe Tomës, duke bashkëngjitur edhe këtyre dyve që sa po përmendëm, mendoj që Partizani sot që minutën e parë do jetë ultra ofensiv.
Kjo është 4-3-3 apo mund të kemi ndryshime gjatë lojës? Puna Kolës me Janjevën, mendoj që mund tjetë edhe çështje performancës Kolës në ndeshjen me Vllaznin, sepse po marrësh golin që psoi, goli i dytë i Vllaznis, me aksionin e Kallakut, e pikërisht në krahun djathtë, mendoj që nuk mund të ndeshkohet një lojtar me Jo, dakord, jam dakord. Më shumë ishte edhe vendosi gabim, jam dakord e Kolës, por ishte edhe zyrësia e Dodaj që i vodhja kohën dhe hapësirën, sepse Dodaj është shumë i shpejt në ato edhe po ka në një formë shumë të mirë, kështu që mund të shkoj edhe cilësive të Dodaj. Pra, kemi dy mendime të kundërta. Dritan Mehmeti mendon që Partizani do t'jetë shumë i kujdesshëm, Ditmar Bicaj mendon që do t'jetë ultra ofensiv. Për një pyetje, do të kemi një 4-3-3 të pastër, apo mund të ketë ndryshime në të formave në gjatë lojës? Kjo është mendimi im, pastaj Ditmari mund të... Unë mendoj që në fazën ofensive, Partizani do të kaloj me 4-3-3, në fazën defensive do të zbres me 4-2-3-1, ku Murata vjen bën anë të fort markimit me Qakën. Okej. Duke njohur tipologjinë e teknikut Kërnaja, unë mendoj që është i takim që do kërkoj ta fitoj që nga fillimi. Dhe këto lëvizje që ka bërë në formacion. Do të shohim, me që është kështu, duhet të çoj komplimenta Dritan Mehmetit që ishte shumë i saktë, nuk harroj unë jo. Jo, e fitova një bas me Ditmarin, do presim të bas neshës. Tani më jepni një parashikim, do t'ju përshëndes nga ekrane sigurisht, sepse në pjesën e fundit do t'jemi me Ardi Beharin dhe me Arben Milorin. Si mendon se do të shkojë kjo ndeshje, Dritan? E kam shumë të vështirë, po mendoj që do fitoj Partizani. Mirë, është një ndeshje që ka të treja rezultatet brenda, kështu që sigurisht është e vështirë. Ditmar. Çike vështirë është, po unë them të barazimi. Tek barazimi. Mirë, jeni të kundërt tashmë. Ju falenderoj shumë, ndërkohë që sot fatkeqësisht raste e diskutueshme nuk mund t'i shohim nga studio Supergolit, duke qenë se Klajdi Kola me sa duket ka një problem shëndetësor, kështu që ju urojmë një shërim të shpejt. Janë gjëra që ndodhin, kështu që nuk mund t'i shohim sot raste diskutueshme si të Bylis Dinamo, po ashtu edhe të Elbasani Partizani, gjithsesi ndoshta me specialistët do të kemi mundësi që t'i shohim disi. Falenderoj Dritan Mehmetin, Ditmar Bicaj, ne do të takohemi me njëherë pas kësaj sfide, por mos harroni prej orës 19 në komentin e Kristo Thoma, Elbasani Partizan.